Trotuarët i shohim çdo ditë të uzurpuara nga shitësit, nga njerëzit e papërgjegjshëm. Po ashtu parkinge të parregullta. Edhe ato nuk kanë faj, sepse nuk kanë alternativa ku të parkohen. Kur ne do ju gjejmë alternativa se ku do parkohen, sigurisht që edhe ato nuk do parkohen vend e pa vend. Sa parkinge keni ndërmjet të ndërtoni? Po besoj që tani nuk keni pritjet tuaja nuk janë që të them një numër parkingesh, sepse do ishte shumë jo serioze. 1, 2, 3, 4. Jo, do bëhet së pari një studim, një analizë e mirëfillt për të gjitha vendet. Aktualisht ekipet tona janë duke analizuar spaku 3-4 parkinge ku do mund të ndërtohen ato mekate. Kjo do të realizohet në brenda mandatit tuaj apo? Patjetër që po, edhe rëndësishme është se edhe këtu në Çarshita e Përmeku është aktualisht policia do vendoset një parking mekate, edhe atje ku është drejtoria e librave am do ndërtohet një parking mekate, edhe në disa vendbanime brenda qendrës së Tetovës, e cila me siguri se do e lehtësoj jashtëzakonisht shumë punën edhe Çarshisë së Përme, po edhe të qendrës që aktualisht. Tetova nuk